Kot respekto. Ilir. Ilir, shqetëso. Jo bëna me tjetër. Jo të parë këtë Iliri. Të parë këtë ti sapo. Shiko. Dëgjoni dhe këtë audion tjetër. Qa thore, ata deshu vran, isha unë të i par live, deshu vran, sandana të punë që bën një përzgjedhje ata që u zgjodha i lideri, ata bën një përzgjedhje ai Armiri zgjodhi me i fjalë 9 veta për buxhetin e javës. Se për çfarë ish pasane se si të vazhdoj ka 9 veta nuk u ashtu datë se dolën jashtë Iliri me atë grupit jetë neti mrena, veç ta sa dolën jashtë, veç ulëri më kus kishte më atina Ilid, me vrapta ju ra, qa o ba, a i shtur atina për faqet zez, e me zi ndane masanej seno kishte u vërsu latina, deshu vran, brap u hoqë, e thire janë dhonë trefimit, dhonë dhe fimit ata su ashtu, u hoqën kamrat, i lanë vetë në pjesën e oborrit, pas kom robi, pas zo, pa ku gjë e kam një ku mshu, fille për pe. A ideali sa kështu çaj bëra, mor sa si bëra gjë, sa pse a do bëjmë dhe shaka, sa form shakaje, sa. Unë thash një batut, sa si batut me shaka, po se çaj tha nuk e dëgjum se unë e kisha kanalin te kanali tjetër, nuk e kisha në living, e kisha për jashtë. Pra, po e bëj këtë video për të sqaruar domethënë se çfarë ka ndodhur në midis Eugenit dhe Ilirit. Ky mesazh ka ardhur në inboxin tim në Instagram nga një ndjekse e rregullit të këtij formati, e cila ka nge dhe e shikon, dhe ma ka dërguar të gjithë sqarimin se çfarë ka ndodhur dhe se si ka filluar e gjithë gjëja dhe se si ka nisur i gjithë sherrri. Shiko. Ajo që dëgjuam është shumë e patolerueshme. Sepse ai është një format, është një eksperiment social ku njerëzit hynë për një qëllim. Hyn për një garë, hyn për një çmim, ku gjithse cili nga ata do të gjejë mënyrën se si të arrijë një hap, domethënë sa më afër atij çmimi. Tani, në këtë rast, këtu nuk ishte asnjë lloj strategjie, asnjë lloj provokimi dhe asnjë lloj ngacmimi apo dhe asnjë lloj gjëje që mund të çojë Ilirin deri në këtë fazë. Eugeni pas ka bërë një batut, pra, ku Iliri e ka marrë si tallje, okej. Por agravimi i Ilirit mua më vjen shumë keq për kokën time, për atë zot, më vjen shumë keq, e kam shumë xhan Ilirin, për atë zot e them. Por duhet ta ketë marrë parasysh që ku ka hyrë, ai është një eksperiment social, si i thash, një mac temperamenti ku arma më e fortë e çdo lojtari, e çdo konkurrenti aty është qetësia, atë që bëri Eugeni, bravo i qoftë një herë, dhe Angelo, që arritën të ruajnë qetësinë, gjithashtu dhe banorët e tjerë që ndërhyjnë. Nuk më pëlqeu fare për shembull në një farë mënyrë Seno, që akoma e shtyu debatin më shumë, se nëse e ke dikë të afërt, për shembull kërko ta shuash situatën. Jo të kërkosh arsyen, se kur thet ke rrethon kosovar dalin shumë rrugë. Jo të gjesh shkakun, as të hedhësh zjarr benzinës, por në atë moment duhet të jesh ti ai që ta shuash, duke parë agravimin që Iliri bëri. Më vjen shumë keq e them, por është një sjellje pa tolerueshme, ajo është një lojë, është një konkurrencë e madhe, ndihet tashti loja ka filluar, domethënë ka kaluar ato parashikimet se nëse në edicionet e tjera ka filluar mbas 2 javë, 20 ditë, këtu ka filluar që në javën e parë, që në prajmin e dytë, le të themi në një farë mënyrë. Por e kam shumë xhan Ilirin, më vjen shumë keq, kjo situatë për shembull është komplet jashtë normave që duhet çdo njeri ta ndjeki. Domethënë çdo njeri që e shikon, kjo është komplet një situatë jashtë normave. Më vjen keq edhe një herë them për Ilirin, shpresoj që ai të jetë më mirë, të bëhet më mirë, sepse e morën, e çuan në dhomë trefimit për ta qetësuar, sepse edhe shqetësimi i tij ishte shumë i madh dhe ndikoi goxha tek ai personalisht. Por loja kjo është, për mua është një situatë e papërshtatshme, e pahishme.